Pra për neve është shumë e rëndësishme të ndërtohet besimi. Së shpejti do ta përmirësojmë edhe veç që kemi përmirësu faktikisht mirë, po do ta zgjerojmë, do ta plasojmë për të gjithë klientët tonë edhe rrjetin në volte. Do të kemi oferta të reja me shumë giga për rajon, Evropë, Amerikë, normal për Kosovë. Ne përmes komunikimit nuk i tregojmë vetëm ofertat apo benefitet që kanë klientët tonë, pra për neve është shumë e rëndësishme të ndërtohet besimi, sepse klientët tonë në njërin anë kërkojnë shumë inovacion, të përcjellim trende teknologjike, ndërsa në anën tjetër janë shumë skeptik dhe kërkojnë vazhdimisht transparencë, kërkojnë çmime më të lira, që faktikisht nuk përputhen shumë me njëra tjetra, kështu që këtu qëndron sfida jonë më e madhe. Konkurenca tash është shumë e fuqishme, konkurenca në telefonin mobile, me përmirësimin e rrjetit dhe të konkurentit tonë, mirë po fatmirësisht ne jemi disa hapa përpara. Në zonat rurale ende nuk e kemi shtrirë rrjetin 5G, mirë po e kemi përmirësu ndjeshëm rrjetin 4G, që do të thonë që kemi 98% territorit të Kosovës të mbuluar me rrjetin 4G. Infrastruktura digjitale veç po përmirësohet vazhdimisht, së shpejti do ta përmirësojmë edhe veç që kemi përmirësu faktikisht mirë, po do ta zgjerojmë, do ta plasojmë për të gjithë klientët tonë edhe rrjetin në volte, do të thonë ku klientat do të dëgjojnë shumë më mirë në telefon, do të mund ta përdorin edhe internetin gjatë telefonatave, që është shumë e rëndësishme për të gjithë. Tash vitin 2025 ende nuk kemi dalë me ofertat e reja që kanë me qenë shumë atraktive për klientët tonë, po edhe për klientët potencial tonë. Ndërsa ne jemi tu e shtrirë rrjetin e 5G vazhdimisht, deri tani kemi arrit 140 pika, pra i kemi mbulu krejt qytetet edhe qytetat e Kosovës. Për momentin po e shtrim rrjetin në rrugët nacionale dhe në pikat kufitare. Do të kemi oferta të reja me shumë giga për rajon, Evropë, Amerikë, normal për Kosovë.